Po plaken për ditë dhe më shumë, dhe tani jam 77 vjeç. Nuk mund të jetosh pafundësisht. Në qoftë se procedura e pastrimit të gjakut nuk shkon mirë, nuk më mbetet më shumë se disa muaj jetë, derisa veshkat të dalin jashtë loje. Kjo është edhe arsyeja e kësaj interviste në këtë kohë. Se ekziston asgjë në këtë botë përveç historisë që nuk dim, deklaronte Harry Truman. Tema e sotme është mjaft serioze dhe relativisht e errët. Është serioze se ka të bëjë me tema që sot po përpiqen fishkëllyerësit në Senat që t'i bëjnë publike dhe mjaft prej tyre do të shqyrtojmë më vonë në kanal. Por sot do të diskutojmë për fillimet e këtyre temave, të cilat në atë kohë ata që donin t'i mbanin të fshehta të merrnin jetën. Le të hedhim një sy të shpejt ngjarjes që ndryshoi komplet perceptimin njerëzor për UFO-t, qoftë për ata që sapo janë regjistruar në kanalin së fundmi. Diçka e çuditshme u rrëzua në Roswell, New Mexico, në 1947. Ngjarje që si tha ndryshoi komplet shekullin e 20. Kaq e çuditshme që sa Austria e pranoi që kishin në zotërim një disk të rrëzuar, pavarësisht se të nesërmen e tërhoqi me njëherë deklaratën, duke nxjerrë variantin tashmë qesharak të balonave meteorologjike. Përveç diskut, në anije u gjetën dhe 2 trupa të qenieve jashtëtoksore, njëri i vdekur dhe i dyti i gjallë. Ky i dyti e humbi jetën pas disa vitesh eksperimentesh nga ana e ushtrisë amerikane. Këtë histori pak a shumë e di një pjesë e madhe e popullsisë, por ajo që pasoi dihet vetëm nga një pjesë e vogël e ushtrisë. U vendos që kjo histori të mbahej e fshehtë dhe menjëherë u krijua një këshill i quajtur Majestic 12, 12 magjistarët, të cilët do të merreshin me probleme të tilla. Ky grupim u krijua disa muaj pas ngjarjes së Roswellit, me urdhër të presidentit të asaj kohe, Harry Truman. Në këtë grup gjendeshin admiral, generale politikan, dhe vendosin që këtë ngjarje ta mbajnë të fshehur. Natyrisht që filloi përpjekja brenda ushtrisë amerikane për të mësuar teknologjinë e diskut të rrëzuar. Megjithatë kishte një grup të vogël që nuk qe dakord me presidentin dhe donin të bënin publiku rastin në fjalë. Personi më me ndikim që këmbgulte për bërjen publike të rastit në fjalë, që ministri i parë i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, James Forrestal. Ky person qenë kryet marinës amerikane deri në fund të luftës dhe pastaj në shtator të 1947 bëhet ministri i mbrojtjes, 2 muaj pas incidentit në Roswell. James i qenë kontradikt shpesh me Trumanin dhe një nga arsyet që se kundërshtonte krijimin e shtetit Izraelit. Në një moment vendosi të dalin në media për bërjen publike të ngjarjes. Kjo solli nga ana e saj dhe probleme për ministrin e mbrojtjes. Probleme që kulmuan në 1949 duke e shkarkuar nga posti që mbante. Papritur filloi dhe përkeqësimi i gjendjes shëndetësore, ku sipas variantit zyrtar vuante nga një lloj rënd depresioni. E shtruan në spitalin e marinës në Maryland, disa thonë se e çuan me dhunë në këtë spital në 2/4/1949. Ndoshta edhe kishte halucinacione gjatë cilave përmendte disa jashtëtoksorë. Filloi terapia ndaj së cilës nuk reagoi mirë. Depresioni i rënd, nervozitet i shtuar dhe psikologjikisht i rënduar. Pas doja një muaj gjendja e tij filloi të përmirësoj dhe duke se do dilte së shpejti nga spitali. Por në 22/5/1949, trupi i tij gjysmë i zhveshur u gjet mbi terracën e katit të tretë. U tha se bëri vetvrasje duke u hedhur nga kati 16 i dhomës së tij. Rasti u mbyll menjëherë. Nuk kishte gjurmë dhune apo diçka tjetër. Jamesi kreu vetvrasje. Por a që e vërtet kështu? Shumë mendojnë se James Forrestal u vra nga CIA. Organizat kjo që u krijua vetëm 2 muaj pas rënies në Roswell, njësoj si Ministria e Mbrojtjes së James Forrestal. Ose atë e vram duke e hedhur nga dritarja, ose e detyruan të hidhet duke e shantazhuar me familjen. Do thot ndonjë nga ju se CIA është agjenci serioze dhe nuk merret me këto gjëra. Çfarë thot dokumenti i Guatemalës së 1954-s? Në të tregojnë mënyrat e ndryshme të ekzekutimit të njerëzve që nuk përshtaten me variantin zyrtar të ngjarjeve. Janë dokumente autentike të bëra publike në 1997 nga ana e vetë CIA-s. Natyrisht që CIA nuk bën më gjëra të tilla, apo jo? Ja disa nga vrasjet më të zakonshme. Hedhje nga ura, hedhje nga ndërtesat,
dhe vetvarëse të përgjithësi. Tregohet edhe kush janë lartësi që të sigurojnë vdekje të sigurta. Kur viktima kundërshton është mirë të përdoren substancë kimike që nuk lë gjumë tek analizat toksikologjike, si goditje në zemër e kështu me radhë. Në rrethet ufologjike, James Forrestal mbahet një nga viktimat e para të mbulimit të këtyre ngjarjeve dhe meqense një person i një rangu të tillë vritet, më falni bën vetvrasje, kush do të guxohet më pas të bënte publike informacione të tilla? Për një kohë të gjatë nuk pati asnjë përpjekje për bërjen publike të temave të tilla. Pas Harry Trumanit, i cili ishte në krye dhe të një organizate që do të flasim më vonë, në krye të shtetit amerikan vjen në 1951 Dwight David Eisenhower, i cili u përplas me një heshtje totale për tema të tilla nga ana e ushtrisë. Filloi të zhvillojë me hapa galopante kompleksi ushtarako-industrial, i cili filloi të nashkalonte presidentin dhe qeverinë amerikane. Në fjalën përshëndetse të 1961, kur po linte presidencën, Eisenhower foli pastër dhe qartë për rrezikun e këtij kompleksi ushtarako-industrial. Në shekujt e qeverisjes, duhet të ruhemi nga ndikimi i fitimit të padrejtë, qoftë i dëshiruar apo jo, nga në kompleksit ushtarako-industrial. Ekziston mundësia e rritjes katastrofale të pushtetit gabuar, dhe kjo do të vazhdojë. Nuk duhet të lejojmë që ky kombinim të rrezikojë lirinë tonë dhe proceset demokratike. Ky person që general me 5 yje dhe komandant i përgjithshëm i ushtrisë aleate në Europë gjatë luftës së dytë botërore, që personi i parë në krye të NATO-s kur u formuar si dhe guvernator ushtarak në Gjermani, dhe më pas u bë dhe president. Pra pas Stalinit, njeriu më i fuqishëm në botë. Dhe megjithatë ky person nuk kishte kontroll në atë kohë mbi kompleksin ushtarako-industrial, të cilët nuk i jepin llogari më presidentit. Në fjalimin e Lamtumirës nuk foli me detaje. Për detaje kanë folur njerëz të tjerë, si për shembull personi që patë fillim të videos. Donte të mbete anonim për sa i përket emrit, por në 2013 i dha këtë intervistë Jeremy Corbellit dhe Richard Dolan, pak përpara se të ndronte jetë. Ky person ka punuar për CIA në zyrën pranë presidentit Eisenhower. Me urdhë të drejtpërdrejt presidentit Eisenhower, mori një detyrë së bashku me kolegët që të vizitonte bazën e njohur 51 në Nevada, bazë e cila nuk i dërgonte më presidentit raporte mbi veprimtarinë e saj. Eisenhower ishte aq i tërbuar sa kërcënoi se do të shkonte në bazë me armatën e parë dhe duke hyrë në bazë do të merrte gjithçka në dorë. Personi në fjalë, së bashku me kolegët, e vizitoi bazën 51 me urdhë të presidentit, duke mos ditur se çfarë ndodh në të vërtetë aty, dhe kjo është intervista e tij. Shefi erdhi tek mua dhe më tha: "Kemi një detyrë të re." E pyeta se ku do të shkojmë. Do të shkojmë në kryeqytet dhe do të jemi pjesë e përpjekjes së Eisenhowerit për të ditur diçka më shumë në lidhje me qenjet jashtëtoksore. Majestic 12 duhet të punonte për këtë, por nuk kanë dërguar raporte tek presidenti. Majestic 12 kontrollonte projektin UFO dhe prandaj quanit Majestic? Po. Na thirrën brenda dhe hym tek zyra ovale ku pan presidentin Eisenhower dhe Nixonin. Na thanë: "Lajmëruam njerëzit nga grupi Majestic 12 dhe baza 51, por na thanë se qeveria nuk ka kompetencë mbi veprimtarinë e tyre." Eisenhower ishte general dhe nuk mund t'i flisë në atë mënyrë pa një arsye të fortë. Tha: "Dua që ti dhe shefi yt të fluturoni atje dhe t'i çoni mesazhin tim. Duhet t'i urdhëroni kushdo qoftë kryesori atje që kanë kohë deri në fund të javës të vinë në Washington dhe të më bien raportin. Në qoftë se nuk e bëjnë, do të marr armatën e parë nga Colorado dhe do të shkoj atje t'ju marr bazën me forcë dhe nuk më intereson se çfarë materiali klasifikuar kanë atje." Pra Eisenhower donte të sulmonte bazën 51. Çfarë ndodhi më pas? Na çuan 25 kilometra në jug të zonës S4, aty ku ka punuar Bob Lazari, dhe pam hangar me dyert të ndryshme brenda të cilëve ndodheshin objekte fluturuese në formë disku. Tek hangari i parë mbanin disku nga rënja në Roswell dhe duke i dëmtuar, dhe të gjithë jashtëtoksorët që ndodheshin atë kishin vdekur, përveç 2 prej tyre që mbijetuan. Objekti i Roswellit që është shumë i çuditshëm.
Materiali duke si flet alumini e rëndë, po kur i shkojë nga poshtë, mund ta ngrihej lart me duar. Një gjithë disku mund të peshonte 70 deri 140 kg. A ju thanë se çfarë burimi energjie përdorte objekti? Po, ishte një lloj rrjedhje gravitacionale. Mendoj se ka disa lloj grish. Më vonë në bazë na treguan video në autopsisë të këtyre qenieve dhe pastaj koloneli na tha se këtu marrim në pyetje jashtëtoksor gri. Isha i shokuar që do të shihnim jashtëtoksor, sepse deri atëherë kishim parë vetëm filma. E lan shefin tim që të kishte një intervistë të shkurtër me ta. Duke pak oriental dhe nuk ishte tamam si ne, për arsye të ngjyrës së lëkurës, formës dhe madhësisë. Truri ishte pak më i madh, hunda që e vogël, dhe në vend të veshëve kishte gropa. Goja ishte mjaft e vogël. E gjitha kjo që na treguan ne duhet të ktheheshim dhe t'ia tregonim presidentit. Duhet t'i tregonim që ne kishim jashtëtoksor, dhe ai nuk e dinte. Pas i mbaruam, shkuam prapë tek zona 51. Na çuan tek ndërtesa kryesore ku pam avionin U-2, për të cilin nuk kishim idenë se ekzistonte. Pam gjithashtu modelin SR-71 Blackbird, avion këta që i përmend edhe Bob Lazari. Në fillim vitet 60, avion spiuni U-2, me qenë se fludronte mjaft lart, u fut në territor rus për të realizuar disa foto, por interceptua nga rusët dhe u godit duke detyruar aviatorin Gary Powell të hidhe me parashut. Ky agent ka një histori shumë interesante. Thuhet se pasi e kapën, rusët e kanë zëvendësuar me autorin zyrtar të vrasjes Kennedy, Lee Harvey Oswald, apo dashin e Kurbanit. Por të mos shpërqendrohemi. SR-71 që prototipi i parë i Blackbird. U kthye mbrapsht dhe u takua me presidentin në katrin e dytë të qendrës komandues të OSS-s. Bashkë me Eisenhowerin, ishte edhe Nixoni dhe Hooveri. I treguam gjithçka në lidhje me jashtëtoksorët dhe gjithë situatën, si dhe në lidhje me projektet e zeza. U shokua dhe për herë të parë më duke shqetësuar. Që i shqetësua jo për jashtëtoksorët dhe disë futuruse, por për projektet e zeza. Eisenhower tha, duhet ta mbajmë këtë në fshehtësi plot. Nuk mund të flasim për këtë. Ju në CIA nuk keni përdorur emrin tuaj dhe duke dhënë këtë intervistë nuk mendoni se vazhdon të funksionojë betrimi zyrtar për heshtje totale. Ata përgjuan telefonin e Linda Moulton, Howe, dhe nëpërmjet saj erdhën tek unë. Shkova një ditë në market dhe mu afruan dy tipa me kostume zeze me automobil të zi Lincoln. Mu afruan dhe më paralajmëruan se do të qenë më mirë për mua që të mos them diçka apo të flas me Lindën në lidhje me këto gjëra. Në atë kohë dëgjova dhe ndalova me këto tema. Më mirë të isha anonim duke mos treguar fytyrën. Mendoj se kjo që bëra ishte një ide e mirë dhe ndjehem shumë më mirë pas kësaj bisede. Më duket se kam hequr peshën nga supet, sepse janë shumë sekrete që kam ruajtur me vite. Faleminderit. Përse një njeri në prag vdekje duhet të sajojë një histori të tillë, aq më shumë se kërcënimi ndaj tij nuk ka më interes se s'ka çfarë të humbi. Kjo intervistë hedh një dritë të re mbi presidentin Eisenhower, i cili gjatë mandatit të tij filloi të humbte kontrollin mbi kompleksin ushtarako-industrial. Prandaj dhe paralajmëroi publikun amerikan, si dhe atë botëror për rrezikun që po vinte, megjithëse nuk mund t'i thoshte dot të gjitha. Natyrisht që ka lajmëruar edhe presidentin e radhës John Kennedy, i cili filloi një konflikt me këto organizata. Në vitin 1961, Kennedy që në fillim të mandatit të tij mbajti një intervistë për organizatat e fsheta, shoqëritë e fsheta, për çdo gjë të fshehtë dhe censurën informative. Zonja dhe zotërinj, vetë fjalë sekret në një shoqëri të lirë dhe të hapur është e neveritshme. Ne njerëzit jemi historik dhe jemi kundërvën shoqërive të fsheta, si dhe zotimet dhe procedurat e fsheta. Prej kohe kemi vendosur që rreziku nga mbulimi i tepruar dhe i padëshiruar është shumë më i madh nga rreziku i deklaruar për të justifikuar atë. Edhe sot nuk ka vlera të mëdha përballë një rreziku të shoqërisë së mbyllur, duke imituar kufizimet e tij arbitrare. Edhe sot nuk ka vlera në sigurimin e ekzistencës së kombit tonë, qofse ne të nuk mbijeton tradita jonë. Dhe ekziston një rrezik shumë serioz për nevojën e shpallur për rritjen e sigurisë, të cilën do ta shfrytëzojnë ata, të cilët duan të shtrinë kuptimin e saj në kufit e censurës zyrtare dhe të mbulimit.
Nuk kam ndërmend që të lejojnë atë masë që është në kontrollin tim, dhe asnjë zyrtar i administratës time. Pavarësisht se qëllimi i tij është i lartë apo i ulët, civil apo ushtarak, nuk duhet të interpretoj fjalët e mia sot si për censur lajmesh, mbytje dhe mosmarrveshje, mbulim të gabimeve tona apo duke u fshehur nga shtypi. Sepse në të gjithë botën ne na kundërvihet një konspiracion monolit dhe i pamëshirshëm, i cili mbështetet kryesisht në mjetet fsheta për zgjerimin e sferave të ndikimit, në infiltrim në vend të invazionit, në përmbysje në vend të zgjedhjeve, në intimidim në vend të vullnetit lirë, në guerilje natën në vend të ushtrisë ditë. Ky është një sistem i cili ka angazhuar një masë të madhe njerëzish dhe materialisht në ndërtimin e një lidhje të fortë dhe efektive shtresash që kombinojnë ato ushtarake, diplomacinë, inteligjencën, ekonominë, shkencën dhe operacionet politike. Përgatitjet e tyre fshihen, nuk deklarohen. Gabimet e tyre janë të gërposura dhe janë në artikujt e gazetave. Disidentët e tyre heshtin. Asnjë shpenzim nuk deklarohet. Nuk dëgjohet asnjë zë dhe asnjë sekret nuk zbulohet. Asnjë president nuk duhet të ketë frikë kontrollin zyrtar të programeve të tij, sepse nga ai kontroll vjen dhe mirëkuptimi, dhe nga ky vjen mbështetja apo kundërshtimi, dhe që të dyja janë të nevojshme. Nuk kërkoj nga gazeta të mbështetin administratën, por kërkoj ndihmën tuaj në detyrën e madhe të informimit të popullit amerikan, sepse kam bindjen e plot në përgjigjen dhe angazhimin e qytetarëve tanë kur ata janë të informuar plotësisht. Ky fjalim i Kennedy vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetë aktual. Imagjinoni sot sikur Trump të fliste për shoqëritë fsheta dhe rrezikun e tyre për shoqërinë. Kennedy kishte problem të madh me këto organizata fsheta, aq më shumë se vetë presidentën kanë qenë antar të këtyre organizatave dhe këto janë të dhëna zyrtare. Gjatë luftës dytë botërore, në krye të Shtetit të Bashkuar qëndronte Franklin Delano Roosevelt deri në 1945. Ky që i mason i rangut lartë, dhe ky është një sekret. Ata nuk e fshehin përkatësinë. Ajo që fshehin është ajo që ndodh brenda këtyre organizatave. Presidenti Radhës ishte gjithashtu mason, dhe po flas për Harry Truman, i cili dhe nuk e fshite antarësinë në masoneri, duke pozuar me simbole masone. Pas Trumanit në pushtet vjen Eisenhower, i cili nuk qe mason, dhe për këtë arsye filluan të fshehin gjërat. Pas tij vjen në pushtet Kennedy, që edhe ky nuk ishte mason, i cili u kundërvu këtyre organizatave famkeqe. Në 1963, siç dihet, Kennedy vritet nga ana e CIA-s dhe jo vetë, dhe kështu i hapet rruga Lyndon Johnsonit, që ishte natyrisht mason dhe mori pjesë aktivisht në mbulimin e ngjarjes së Roswell, si dhe të grupit Majestic 12. Pra që nga Lyndon Johnson e deri më sot, që të gjithë kanë qenë mason dhe kompleksi ushtaraku industrial u distancuar totalisht nga qeveria amerikane, duke mos patur tashmë asnjë pengesë përpara. Imagjinoni një oktapod të tillë të veprojë 62 vjet i pashqetësuar nga diskursi dhe papritur kemi në Senat këtu një vit fishkëllyeshët e parë, si David Grush. Pastaj kemi ministrin kanadez të mbrojtjes për cilën folën, generali belg e kështu me radhë. Në fakt asgjë nuk ndryshon, të paktën zyrtarisht. Dr. Stephen Greer deklaroi pasi diskutoi me fishkëlluesit se ata janë gati për të dalë zyrtarisht në qoftë se Kongresi nuk do të kërkojë një hetim të thelluar, natyrisht qoftë se nuk aktivizohet ruajtja e sekretit. Ata janë gati edhe për gjakderdhje nëse ajo vjen, vetëm e vetëm që njerëzit të marrin vesh të vërtetën për këto 70 vitet e fundit. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse të presim dhe të shohim ngjarjet me qetësi. Mos harroni regjistrimin dhe mirupafshin në emisionin e radhës.